Drejtoria e Shërbimeve Publike vijon në pandërprerje aksionin për pastrimin e sipërfaqes së liçenit të Thjerëzës me synim kryesor largimin e mbeturinave plastike dhe mbrojtjen e mjedisit natyror, një pasuri e rëndësishme për gjithë zonën dhe vendin. Operacioni realizohet përmes anijës së specializuar për grumbullimin e mbetjeve ujore, e cila mundëson një ndërhyrje efikase edhe në zonat më të vështira të liçenit. Kjo teknologji ndihmon në heqjen e mbetjeve plastike, drurave të mbledhur nga pruajt sezonale, si dhe materialet të tjera që dëmtojnë pamjen dhe ekosistemin ujor të liçenit. Ky proces pastrimi është pjesë e një angazhimi të vazhdueshëm institucional për ruajtjen e biodiversitetit, përmirësimin e cilësisë së ujit dhe krijimin e një mjedisi të sigurt për gjallësat ujore, peshkatarët, banorët dhe turistët që frekuentojnë liçenin. Drejtoria e Shërbimeve Publike u bën thirrje qytetarëve dhe vizitorëve që të tregojnë kujdes maksimal ndaj natyrës, të shmangin hedhjen e mbetjeve në ambiente të hapura dhe të kontribuojnë në mbajtjen e pastërtisë së këtij ekosistemi të çmuar që i jep vlerë të shtuar zhvillimit turistik dhe jetës komunitare në Kukës.